Kjo e diel e datës 9 nëntor është konsideruar si një ditë fundjavë nga pjesa më e madhe e qytetarëve të Vlorës. Pavarësisht se në Vlorë, ashtu si edhe në disa bashki të tjera të vendit, ka patur zgjedhje, pjesa më e madhe e vlonjatëve e kanë parë si ditë pushimi. Shumë prej tyre, sidomos ata në moshë të re, kanë zgjedhur që këtë të diel, pavarësisht dhe kushteve atmosferike, ta kalojnë përgjatë Bregdetit. Dikush duke bërë shëtitje përgjatë Bregdetit me shoqërinë apo familjen, disa duke bërë ecje dhe ushtrime të ndryshme fizike për të kujdesur për shëndetin. Shumë të tjerë duke luajtur me familjen dhe fëmijët, lojra të ndryshme si një mundësi e mirë për të kaluar kohën e mirë. Disa madje edhe duke peshkuar, ku nuk kanë munguar as më të guximshmit, të cilët kanë zgjedhur të lahen në det, duke sfiduar motin dhe temperaturat e ulta. As rreshtit e shiut nuk i kanë ndaluar xhirot e vlonjatëve nga deti. Dikush e ka zgjedhur Bregdetin për të konsumuar një kafe dhe shumë të tjerë për të konsumuar një vakt, një drek, kryesisht në bizneset e zonës. Pjesa më e frekuentuar dhe populluar, sigurisht, ka qenë shëtitoria lungomare, e cila ka patur lëvizje masive të qytetarëve. Të shumt ka qenë edhe pushuesit, të cilët, pavarësisht temperaturave të ulta dhe rreshjeve të shiut, kanë zgjedhur qytetin bregdetar duke kaluar dhe ata kohë buzdetit apo duke vizituar atraksionet turistike të Vlorës dhe provuar produkte të ndryshme të gastronomisë vlonjate. Vizitorët të cilët kanë bëritur nga qytete të ndryshme kanë shtuar ndjeshëm dhe numrin e automjeteve në qarkullim. Me qindra të tilla janë evidentuar këtë të diel në rrugët e Vlorës, të cilët janë pushtuar nga qarkullimi i rënduar. Në shumë orare të ditës, ndikuar edhe nga rreshtet e shiut, 10 segmente rrugore të qytetit janë pushtuar dhe nga trafiku, duke qenë e pamundur të mund të qarkullosh në to.